Sa minuta ekran në ditë konsideron të rrezikshme për një fëmijë? 0 deri në 2 vjeç nuk do të ketë fare ekspozim. Sepse shikoj her pas here për shembull, ose poshtohet gjithmonë më tepër që i vendosin telefonin tek koka edhe kur e kanë me karrocë. Pra edhe sapo ka lindur fëmia 1 muajsh, 3-4 muajsh, 6 muajsh, ka telefonin tek koka dhe duket se provon një gjumë. Jo, e para sepse telefoni ka rrezë dhe i dëmton ato valët e telefonit e dëmtojnë fëmijën. E dyta, fëmia ka nevojë të dëgjojë zërin e nënës e të babait, ka nevojë të dëgjojë zërin e fëmijëve të tjerë, nuk ka nevojë të dëgjojë atë aparatin e telefonit aty. Po, ti mund të vendosësh muzikë klasike, muzikë qetësuese me zë të ulët, gjatë kohës që ai flet gjumë, me pak zë, edhe mund të ketë një ambient më të këndshëm. Por që të vendosim telefonin te koka, nuk është e dobishme. Në moshën 2 deri në 3 vjeç mund të shohë gjysmëore televizor, por jo telefon, sepse ekrani i televizorit është edhe më në distancë. Pra nuk dëmton as shikimin e syve. Nga mosha 3 deri në 6 vjeç mund të shohë 1 orë maksimumi televizor në ditë. 6 deri në 12 vjeç mund të shohë 2 orë maksimumi televizor dhe pas moshës 12 vjeç mund të marrë telefonin ose kompjuterin.